Gjithë kohës, më thotë po shoh mjaft se tani është rada ime. Tani radhën e ka majdanozi. Majdanozin do ta grim pak trash, jo holl. Në të gjitha që t'jenë të dukshme. Po të dukshme. Te tava e ngjallës duhet pak i trash majdanozi. Edhe verën e keni tuaja, në gjitha. Po. Në këtë tryezë, të gjitha janë të, jo vetëm të divjakës, po janë dhe të shtëpisë. Kështu janë shtëpitë mëdha, i bëjmë gjitha vetë. Kemi hedhur qepët, hudrat, salcën, majdanozin, dhe tani do t'i shtojmë pak ujë, pak fare, që në verën e morja janë dhe po, vera avulloj. Vera avulloj. Tani do t'i hedhim pak ujë që të mos ngjisi dhe ngjalla të bëhen. Jo shumë, shumë pak. Dhe gjitha zgjati në pak minuta, ishte diçka që... Po. Piperi është plot apo? Piperi është? Po. Jemi gati për piper? Po, do hedhim dhe piper. Ja, këtu Rudina mund të ndihmosh, ti edhe pak piperi piper. Unë të kënaq. Piperin e kam pasion edhe hapjen e shishës verës. Këto dy gjëra i bëj shkëlqyshëm. Po mirë, hapja e shishës verës. Qeshni, po ka dhe si unë. Je shumë e mirë. Edhe 2 minuta dhe ngjalla do t'i fusim në furrë. Praktikisht janë gati. Po. Aq sa duhet jetë gati. Po do t'i fusim në furrë edhe në furrë duan te 5 minuta, 7 minuta kaq. Jo më shumë, po. Edhe ngjallat janë gati pastaj. Sa kushton një tavë e tillë? Një tavë e tillë 25.000 lekë të vjetra. 25.000 lekë të vjetra. Po. Shikon çfarë pune është? Çfarë pune, e cila nis me ngjallën, që e merr në mëngjes, e pastron, e zhvesh. E skuq, e me qepe, me putura, e me gjithë shka këtu që është vëndase me verë, dhe kjo është vetëm 25.000 lekë. E tu duket shtrenjtë, po është një mund i papare. Tani Rudina e kemi gati, ta vëmë në tavë, edhe ta pjekim. Tu da vëmë në tavë, ne? Po, në tavë. Ja, kemi tavën këtu. Sa bukur është. Sa keq që nuk vjen aroma, vetëm duket avulli. Tani e vendosim në tavë. Sa të marri një faqe kështu që t'jetë bëhet pak si krokant. Aroma, që më rekullia. Tani kanë ngjallat I gatuajnë në mënyra të ndryshme, por kjo është tradicionale, juaja. Tradicionale. E divjakës. Po, e divjakës. Sepse tani kanë filluar I gatuajnë dhe me mënyra të tjera. Në shtëpi për shembull ju vetë pëlqeni këtë tavë? Po, patjetër që pëlqen. Ani kjo do dhe pak buk. Po, patjetër që do. Aty është shefi. Prandaj për e majdanozin qepët ashtu sepse janë të gjitha të dukshme. Po, të dukshme. Tani në fund jetë pak krip, Do t'i hedhim pak krip edhe pak piper. Pak piper. Ja, se piperin e kam unë, që vetëm më thuaj sa. Të vazhdoj? Po, vazhdo pak shumë. Ose përfaqe pak. Mirë bën piperin. Po. Edhe pak krip. Pak fare, Rudina. Pak, sepse ngjalla ka marrë krip. Ka qoj. Tani është gati tava. Po. Ja, unë po të gjova një gati, direkt shkoj dhe tregoj. Për 10 minuta, 7-8 minuta, 10 minuta, tava është gati. Tani e kemi gati, ta fusim në furrë. E fusim në furrë me 180 gradë. Në ta 180 gradë. Për 10 minuta. Për 10 minuta, gati 10 minuta, është gati. Të lumë shënduar, apo të them kur të dalit. Faleminderit. Kur dalit. Kur të dalit, ta shofim, ta provoni sa I mirë është bërë dhe pastaj të më thoni. Po, megjithatë, se e kemi gatuar mirë apo jo? Mua më këmbguli Ana që më mirë bëjmë tavën e peshkut. Unë erdha për ngjallat, doja që
karakteristik mendova gjithmonë është ngjala. Po edhe peshku. Të dyja, ne I gatuajmë të dyja. Edhe nuk doja për shefin, do bëjmë edhe tavën e peshku. Do e bëjmë bashkë me çunin. me këtë duash ti, me këtë duash, o me mua ose me Ansin. E pyesin nëse Ansi do, po do. Ne vazhdojmë të dyja. E pyesin një Ansin. Në furrë kemi tavën e ngjalave, punë sekondash, minutash bëhet gati. Ndërkohë Ana me mua do gatuajmë tavën e peshkut. Në fakt ne do bëjmë pak më shumë becerada, Ansi do na ndihmoj. Po kemi vetëm një kush që Ansi do ndihmoj të bëj tavën, unë nuk duhet ta ngacmoj fare. Fare Ansi. Hiç fare apo ndonjë pyetje? Pak fare. Pak fare. Po s'ka mikrofon, kështu që nuk po e ngacmoj. Ans mund përgjigjesh vetëm me tund kokën, po ose jo. Në fakt historia e Ansit është shumë e bukur, por ai nuk do, nuk ka qef. Kështu që do vetëm gatuaj tani dhe mos na flasi. Po ku është historia e një djali që iku nga Italia dhe erdhi tek shtëpia e vet, kthye në shtëpi. Aty po gatuan, aty ka vendosur t'ia dali, po dhe po se dali bota është e madhe. Vetëm unë uroj shumë që djem si Ansi që kthehen në shtëpi t'ia dalin. Shpresojmë që dalë. Edhe nga Italia është kthyer 20 vjeç. 21 vjeç. Edhe këtu është bërë babai 2 fëmijëve të vegjël. Dhe gatuan ka 2 fëmijë të mrekullueshëm. Sa gjëra të mrekullueshme dhe kanë ngritur një biznes për t'u admiruar. Nga ata që edhe pse është dimër dhe nuk e kupton, po unë do vi në pranverë dhe do e shikoj çka keni bërë ju. Një kopsh të mrekullueshëm këtu. Tani ne do gatuajmë këtë tavën me peshk, edhe na duhen 2 kg për 1 kilogram peshk, na duhen 2 kg qep. Qa peshku është një? Erdhi, kemi peshku nga ata? Kjo tava bëhet me të gjithë llojet e peshkut, me fjalë koce, qefull, levrek. Peshku që kemi tani është? Ne kemi levrekun e lagunës. Ky është I lagunës? Po, I lagunës. Dhe na duhen 2 kg qep thash, na duhen 4 kokra domate, që I kemi frulluar. Na duhet vaj ulliri, hudra, dafin, krip, piper. Kjo është tradicionale, e bërë gjithmonë. Kjo është tradicionale, do me thënë, Ansit I vogël ja bëje ti këtë. Po, ja bëja unë dhe tani. E bënde mami. Kjo është tani e bënde shumë mirë. E bënde shumë mirë. Kështu që tava e peshkut është tava e mamit, tava e nënës. Po, të mos harrojmë dhe tavën me ngjalla. Tani një pyetje kam unë, si jo e fushës, po fare e fushës, këto qepët që unë vdes, do unë qefin e tavës peshkut dhe kam ke qepët. Dhe ha pa fund, dhe kam një dhimbje në fund, barku. Me këto nuk do të kesh asnjë gjë, se do shkri komplet qepa. Do shkri qepa. Po. Ja, ta shikojmë. Sepse gjithë problemin e kam ke dhimbja që më jep. Tani Rudina si fillim, ne do vëmë peshkun në tigan për t'i dhënë një... Ja, më falë vetëm një sekond. Nuk kam para se njëri që të më ndërpresje në këtë mënyrë, thotë po prit se është gatimi I pari. Je pa parë. Më pëlqen shumë. Si të tha goca për mua? Më tha që është një vajzë shumë e thjeshtë, mami tha, dhe të duket, kur të bisedosh me Rudinën, do të duket sikur jam unë me ty. Kështu që... Sepse pyeti gocën do vinë se Rudina, dhe mos ke merak se e njoh, e kam parë në palestër më kështë e parë, në ato të pak të rrallë që unë shkoj. Ndërkohë që Ansi po grin qepën, unë do përgatis peshkun. Peshkut çfarë do I bëjmë akoma? E kemi pastruar? E kemi pastruar. Kemi hequr edhe veshët, se do ta bëjmë tavë. E kemi hequr këto, kemi pastruar. Me që po e bëjmë tavë, Ja heqim këto veshët komplet, sepse këto zakonisht mbajnë pak gjak, edhe I heqim, e pastrojmë, do ta marinojmë pak krip. Unë zakonisht në gatime përdor gjithmonë krip të trashë, sepse është më shishme. Kripa e trashë, se sa kripa e hollë. Edhe kështu jam mësuar dhe më pëlqen. Qepët janë gati ndërkohë. Po, qepët janë gati, kemi prerë kështu në gjysmë rrethi të holla, edhe do fillojmë, do t'i